Sot në mesnat përfundon zyrtarisht fushata zgjedhore një mujore, ndërsa e shtuna do të jetë dita e heshtjes zgjedhore. Të dielën, me 11 maj, mbi 3.7 milionë qytetarë do të kenë të drejtën të votojnë për të përcaktuar përbërjen e re të Kuvendit të Shqipërisë. Dy forcat më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me aleatët e saj, do të mbyllen fushatën në Tiranë, qarkun që ofron garën më të fortë për 11 mandate deputetësh. Partia Socialiste do të zhvillojë mitingun përmbyllës në orën 19:30 pranë Parkut Olimpik, ndërsa Partia Demokratike do të mbledhë mbështetësit e saj në Bulevardin e Ri, duke nisur nga ora 19. Kryeministri Edi Rama kërkoi një mandat të 4 të qeverisës, duke vendosur theksin e fushatës te integrimi evropian dhe vjushmëria e reformave. Por në kulmin e një tjetër rrugtimi 4 vjeçar, ngjitjeje lart drejt majës ku ndodhet Shqipëria e Evropës Bashkuar. Dhe unë nuk besoj tek rastësit. Unë besoj se nuk ka rastësi në faktin që ne sot jemi këtu në 9 maj, në ditën e Europës, për të thënë fjalën e fundit të këtij rrugtimi dhe pastaj për të shkuar së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve, shumicën më të madhe ndonjëherë të shqiptarëve në kutitë e votimit dhe për të firmosur aty me njëri tjetrin marrëveshjen tonë të madhe për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, opozita udhëhequr nga Sali Berisha dhe aleatët e tij kërkon ndryshimin e qeverisjes dhe një rikthim të forcave opozitare në pushtet. Njeriu që afroj ju 2 kile far kungulli në një mandat, ju ofron ju një apartament për 108 vjet punë. Ju garantojmë se çdo çift i ri do ketë një çati. Do ketë një çati. 30.000 euro garanti për të paguar interesat e kredis. 70 euro për bebin e parë. 60 euro për bebin e dytë. Për të tretin, pagesa e qeverisë nga linja gjerë 23 vjeç. Do t'jemi dhe do vendosim regjimin më të ulët të taksave në Europë. Nuk do ketë një vend të dytë me taksa të ulta sa Shqipëria. Çdo biznes i vogël do e blej energjin nga 18 në 6 lekë. Nuk është çështja për pushtetin e Sali Berishës, absolutisht jo, por është çështja për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Për herë të parë në këto zgjedhje përfshihet edhe diaspora. 245.935 emigrantë shqiptar janë regjistruar për të votuar dhe një pjesë e madhe e zarfeve tashmë ka mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky përbën një president më të ri në historinë elektorale të vendit. E shtuna 10 maj është dita e heshtjes zgjedhore, kur ndalohen të gjitha aktivitetet politike, publikimet dhe thirrjet për votë. Të dielën qytetarët do të shprehin vullnetin e tyre në kutinë e votimit për të zgjedhur qeverinë e 4 viteve të ardhshme.